Bullizmi po shndërrohet në një nga fenomenet më shqetësuese për të rinjt në Gjirokastër. Vetëm gjatë vitit të fundit janë raportuar 10 raste dhune mes bashkëmoshatarëve, që nga konfliktet verbale deri tek plagosjet me mjete prerëse. Ngjarjet e rënda, përfshirë humbjen tragjike të jetës së 2 fëmijëve, kanë rikthyer në fokus nevojën për reagim të menjëhershëm nga institucionet dhe komuniteti. Në këtë kuadër, Qendra Kulturore Mediatike Antigonea ka prezantuar projektin Nga dërgjegjësimi tek veprimi, parandalimi kulturës së bullizmit në shkolla dhe në komunitet, me mbështetjen e programit Forcimi i policimit në komunitet, financuar nga Ambasada e Suedisë. Projekti synon të forcojë bashkëpunimin mes shkollave, prindërve, policisë dhe institucioneve vendore për të krijuar një mjedis më të sigurt për fëmijët. Është një problem që kërkon angazhim të përditshëm për të parandaluar rastet që shfaqen gjithmonë e më të vështira, nisin nga gjëra të thjeshta, të vogla, nga konflikte të vogla, nga ofendime, nga sharje, nga gjëra të thjeshta dhe përfundojnë pastaj në raste shumë të vështira, ndonjëherë edhe me karakter dramatik. I duhet të ndalë bullizimit në shkolla dhe në komunitet. Gjithë aktorët dhe faktorët e këtij problemi që ndikojnë në këtë problem të koordinohen më mirë me njëri tjetrin, të ndërmjetësojnë me njëri tjetrin, që të kalohet në analizën e rasteve konkrete, po edhe në përcaktimin e disa drejtimeve ku duhet përqendruar më mirë puna. Si mund të bëhet një koordinim më i mirë i institucioneve, që duke filluar që nga strukturat e shërbimeve sociale, nga strukturat e policisë, nga shoqëria civile, nga institucionet e qeverisjes vendore. Bullizmi mbetet një nga sfidat më serioze sociale dhe arsimore me të cilat përballet sot shoqëria shqiptare.